Atëherë ky libër që kam shkruar, unë libri është Shqipëria në sundimin komunist. Në fakt ky është botimi i dytë i Konrad Adenauer, e kanë botuar ata, sepse titullin dhe kanë bërë kompromis me titullin, sepse titullin e kanë pasur fillimisht genocidi mbi kulakët në Shqipërinë komuniste. Është më i pasuruar ky, është më i zgjeruar, më i strukturuar në mënyrë. Por çfarë do të thotë përse kam shkruar këtë libër, cilat nxitja. Kanë kaluar shumë vite që nga përmysja, që nga rënja e sistemit, dhe kanë në Shqipëri për shumë ndryshe nga se kanë lexuar për komunizmin në Bashkinë Sovjetike dhe në vende tjera. Por komunizmi shqiptar ka pasur një specifik tjetër që nuk e kanë pasur vendet e lindjes, sepse komunizmi shqiptar përveç që godiste familjen, përveç që godiste personat, dhe përveç që godiste politikisht, ekonomikisht, në plan ideologjik, izolimin social, godiste edhe fëmijët, godiste edhe nipër dhe mbesat. Dhe kjo shtresë është shtresa më marginalizuar në Shqipëri, që është krijuar një diferencë e madhe kulturore midis klasës intelektuale që quhet ose elitës kulturore po themi, dhe pjesës tjetër të popullit. Pjesës tjetër të popullit e terrorizuar në mënyrë barbare është ata që quhen kulak, që është në këtë libër. Para, dyta, jo rastësisht ju e keni vërejtu, dhe unë në statuset e mia e shkruaj, që në Shqipëri nuk përmendet fare lufta e klasave. Keni parasysh? E keni dëgjuar ndonjëherë? Asnjëherë. As nga pushteti, që sot nga partia, që ka pas në parim kushtetues, parim në thonjza. Lufta e klasave, forca lëvizje thoshte shoqëri socialiste. Por qysh atëherë nuk përmendet. Qëllimisht kanë edhe në treg një thënie sikur ka pas një platformë Katovice. Qëllimisht enkas që lexuesit ose pjesa intelektuale e shoqërisë shqiptare të mos i shkojë mendja që ata e bëjnë qëllimisht. Por që të mos i shkojë mendja pjesës së shoqërisë shqiptare, ajo nuk do të njohin pikërisht këtë kras. Dhe unë pikërisht për ta thënë që keni vepruar në këtë mënyrë kam shkruar këtë libër. Dhe libri është i gjithë mbi bazat në çdo faqe ka ato referenca që është fondet e Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, fondi 14. Aty ku është 14 APOU, do thotë fondi Arkivi i Partisë, organet udhëheqëse. Dhe aty ku është APSTR, do thotë Arkivi i Partisë, strukturat që do thotë rrethet. Komitetet e Partisë rretheve ose Bashkimi i Rinisë Punë Shqipërisë ose Bashkimi i Grave, ose të gjitha këto struktura që kanë qenë të këtij sistemi. Tani gjithë kjo janë krimet më të dokumentuara nga Partia e Punës së Shqipërisë në gjatë këtyre fundimit vet. Në Arkivin e Shtetit Shqiptar janë krimet më të dokumentuara. Por ata nuk i kanë bërë as për studiuesit, as për publikun, nuk i kanë bërë gati ose nuk i kanë përdorim komitetet e Partisë së Rretheve. Arkivat e komitetet e Partisë së Rretheve që ka të bëjë direkt me popullin, direkt me njerëzit, me goditje direkte. Komitetet e Partisë së Rretheve kanë qenë goditje direkte, çdo rreth nga ato komitetet e partisë kanë të paktën nga 200 dosje. Në çdo komitet partie të rretheve janë 200 dosje. Merrni me mend tani se janë 26 rrethe sa kanë qenë dhe se sa dosje bie vetëm komiteti i partisë. Po komiteti ekzekutiv, po Bashkimi i Rinisë Punë Shqipërisë, që ka qenë në vitet 50 për të cilën u shkruaj, ka qenë një organizatë terroriste. Është tipike, nuk janë asgjë këto organizata që na thonë terrorizëm aty, terrorizëm këtej. Ka qenë një organizatë tipike terroriste. I gjithë ky presion, i gjithë ky terror psiqik ka rënë mbi shpatullat, mbi mendjet dhe mbi zemrat e rreth 8000 familjeve. Jo se s'kanë qenë të tjerat, kanë qenë diku tek, kanë qenë shumë kategori, kanë qenë, kjo është e partia, donë që terrori i partisë. Ose ai që quhet, e keni dëgjuar mos, vija e masave, që hyri në vitet 66-67, pra teoria kineze, lufta e klasave dhe vija e masave. Deri në vitin 66, goditja bëj nga sigurimi i shtetit. Sigurimi i shtetit kishte listën, kush ishin kulak, kush ishin ballis, kush ishin zogist, kush ishin njerëz me biografi të keqe, thonë se aty kishin bërë sepse biografinë kishin baratas. S'kishte bërë. E kishin ata. Po e kishin ata evidenca që të gjitha kishin komplet evidencat. Evidencat i kishte partia, po. Kishte gjykata, i kishte prokuroria, i kishte sigurimi, po, sepse
Dhe në qoftë se ti do vije për i vepre penale që mund të ta kallëzonte, mund të bëje, ai e kishte gjyqtari listën këtu. Dhe nxilte listën dhe ti po ta kishe në listë, që ata e thoshin kontingjente, po ta kishin listë të dronte minimalisht 3 vjet më shumë, para gjatë so propagandë shumë. Nga 3 deri në 8 dhe po të ishe me biografi të keqe 10 vjet. Të fusë edhe një tjetër, një vepër tjetër. Një mbajtje pale që ti s'kishte faran, po ta fusë diku aty në mur, ai aty te muri i shtëpisë tënde, diku aty te muri arës tënde, dhe të fusë edhe një 5 vjet për atë, të vënte 15 vjet. Të tërë këto krime, ka kaluar 35 vjet, i keni parë, ka shoqata, ka shtuar njerëz që gjithë korruptuar. Unë them vetë se i njoh mirë. Që nuk kanë ngritur zërin, gjuana i zot të flasin? Jo. Dhe kur vjen ai Shmidi, ai historiani austriak, ka thënë s'ka studime të mirë filda, sepse ai shikon zyrtare, historiografi zyrtare. Historiografi zyrtare nuk ka. Unë jam studiues i lirë, nuk se jam varen nga ata jam kriti i lirë. Jo, më referohen në librave, po nuk jam kështu ka ndodhur me këtë sistem. Atë si ka qenë pastaj. Po ta shikoni nga 45-a deri në 48-ën Enver Hoxha dhe Partia e Komuniste Shqiptare ka qenë një filial i Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Dhe kur u prishin me bashkimin me Jugosllavinë në 48-ën, çfarë bën? Të gjitha dokumentat që komentonin Enver Hoxhën vetë, edhe Enver Hoxhën po dhe udhëheqjen komuniste janë azgjesuar. Ata vetë kanë azgjesuar dokumentat e tyre. Fjalimet e Enver Hoxhës, që ka folur në mbledhjet e frontit, me rastin e një vjetori të çlirimit. Këto janë azgjesuar, pse? Se lëvdonte Partinë Komuniste të Jugosllavisë, lëvdonte Josip Broz Tito, lëvdonte ushtrinë jugoslave, të gjithë. Janë zhdukur ato. E frika e sot, po ta shikosh po të bësh më çfarë si kërkuesa në arkiva që jam, un kam druaj se këta që janë sot azgjësojnë dosje. Kanë azgjësuar dosje tani që kanë pushtetin tani, këto vite. Ai azgjëson dosje, po do flasim për mbrapa për shkak që se pse ndodhin kjo gjendje që ndodh sot. E çfarë ndodh? Sepse ka bazat atje, sepse askush nuk i ka denoncuar, askush nuk i ka mbrojtur të vërtetën historike. Askush nuk e mbron autorët që mbrojnë vërtetën historike. Për fundi fare, ju keni parë dhe vetë që autor ose personazhe që janë muslimanë, personazhe të rëndësishme, Naim Frashi përmendet pak, Sami Frashi përmendet as pak, Hoxha Tasimi përmendet fare, e gjithë e tjerë. Po tani po të kemi të ky libri, një nga goditjet që dha, kishte edhe këtë që po flasim tani. Kush kë goditi ai? Ai goditi para elitën politike. Elitën politike që ishte e goditi me njerë në 24. Goditi parin lokale. Dhe për çdo rreth, për çdo fshatër, për që ishte paria, do njëste paris lokale. Goditi klerin. Po jo gjithë klerin. Goditi klerin që nuk ishte mbështetësi komunizmit. E ndau në 3 kategori klerin, ndau klerikët reaksionar, që shushin e kemë të shkruar atje thonë klerikët reaksionar, klerikët indiferent dhe klerikët bashkëpunëtor, tanët. Edhe këta i hoxhallar, për shembull, që ka qenë hoxhallar dhe i ka bërë kulak. Pas atë në libër kam përmendur, ka filluar duke marrë pasurinë. Nëse ka qenë hoxhallar, i ka përzën nga xhamit. I ka izoluar politikisht në atë gjithë. Dhe ka bërë gjitha reprezaliet që bëheshin në atë. Ka përdorur frontin demokratik, çfarë bënte? Nëse ta akuzon me një, për shembull, ka thënë filani, këtë, X person ka thënë diçka, ka shprehur një ai çat fronti mbrithte popullin dhe të fillon të nxirrte aty para popullit të demaskonte. Ka bërë këtë 101 thoshin. Njerëzit që ishin aty, fshatarët tënd ose bashkëkretarët tënd që ishin në mbledhje, ngrinin dhe flisnin. 5 veta, 10 veta, 20 veta, sa më shumë aq më mirë. Pse donte? Jo se nuk të dënonte aty. Ai dënonte fare kollaj, se dëshmitar duhen për dënuar. Ai e bënte qëllimisht që unë të flisja kundër teje që mua të kishte kontingjent për nesër dhe për gjithmonë. Të kishte si ka sot, kemi parë sot. Sklever. Kjo i ka përjetësisht këta, janë sklever. Dhe këtë bëri. U merrte atë ishte një kartë që isha antarësia, karta e frontit. Po të preshtonte nga fronti, isha armik. Po në copletër, që vërtetonte që ti ishe antar i frontit, por ta merrte atë publikisht, kartën e frontit, atë letrën, dhe ti që ishe armik, ti që ishe këtu, ishe si ishe armik, ti çfarë ishe armik, për çfarë ishe armik, ti çfarë kishe bërë ti që ishe armik, çfarë. Por këtë ta bënte, kishte rinin, organizata e rinisë, djemë të ri, vajzat e re, dhe i përdorte këta kundër teje, që të kishte bërë kulak. Çfarë bën, edhe vini këtu të shtëpia këtu.
edhe të bërtisnin, kulaku e bërtisnin, bini me në qati i ringurë, qati ose të lynin xhamat dhe dritarëve. Fëmijët e shkollave, nxënësit e shkollave, nxënësit e klas 2, 3, 4, pa fund. Gra për shkakun që janë gra fshatare. Shkonin në pazar atje për të shitur në gjë se për të bërë në një djathë në gjë, çfarë blinin? Ja merrtin ata që ishin sekretar partie dhe ja merrnin atë dertin atë djathin aty në rrugë aty në Kosh Plerave. Dhe plot, plus tjetër, i lini pa martuar. Shumë dhe në Hoxha vet, ka thënë disa herë, jo një herë, nuk do të martoheni me vajzat e kulakëve. Në fakt ishin, sepse ishin djemt e kulakëve, kishin marrë vajzat e komuniste, kishin mëshë shumë, po të bësh një llogari. Po të bësh me emra, po të kesh me emra. Unë kam bërë studime, po si ke atë gjitha, sepse një libër nuk e mban dot një libër gjithë dosjet janë pafund. Por ishin ai thoshte mos e merrni, thoshte. Mos merrni bijat e kulakëve. Mi po çfarë duke ndërhyrë në çështje të tilla, martesa ndërhyrë në problemet e ekuilibrit social, ekuilibrit shoqëror, ekuilibrit biologjik tek unë fare, që nuk e ka bërë asnjë pushtues në 2000 vjet, të paktën 2000 vjet historinë e fundit. Nuk ka rast të tillë. Lexoni ku doni. Lexoni nga doni. Asnjë nuk e ka bërë kurrë me kurrës. Pse nuk flet njeri? Më duhet se thash pak parë, pse nuk flet, sepse këta janë pak. 8000 familje kanë qenë, shto edhe të tjerët me. Po ky ai kishte bërë në mënyrë të shkallëzuar. Kulak kategorisë parë, kulak kategorisë dytë dhe kulak që riabilitohen. Kulak kategorisë parë ishin më reaksionare që i pushkatonte, i dënonte, u dënonte fëmijët pas mbrapa, nëse doni rast të u them unë, kulak të Fierit e Lushnjës. Vitin 67. Vjen të rinj. S'kishin bërë asgjë, ishin ndërtues, ajo kishin vetëm më ndërto këtë ndërtesën këtë magazinë këtu sepse na duhet komiteti ekzekutiv i rrethit. E u kishte dhënë për ta ndërtuar, e kishin dalë shkretat vullnetari, kishin ndërtuar dhe pastaj kishin thënë keni abuzuar ju, se si mund të abuzohet në kooperativ kur ai tërte me racion gjithë shka, edhe i kanë pushkatuar. Një gjyq që u kishin vrarë dhe baballarët. Në 50-ën u kishin vrarë baballarët dhe në 67-ën pushkatuan bijtë e tyre. Nga 18 që kanë qenë në një gjyq, janë pushkatuar 9. Thot në njëri? Jo. Edhe në një kur del në një, ata kanë qenë të vegjël në atë kohë. Ata ishin 20 vjeç, 25, maksimumi këtu ishin këtu. Jo. Njëri për shembull në adukat i Vlorës ishte martuar, kishte lënë një djalë, kishte lënë djalin 1 vjeç. Merë më nusë sa kishte, çfarë do bënte nusja me djalin, edhe u plaka e shkret, u rrit. Ai sot sa mua. Ai i biri dhe thotë që më ka ndihmuar Hysni Kapua. Kjo është tmerr. Do në antive kanë marrë kjo është tmerr të mendosh kështu. E pas se nuk është vërtet kurrë. Se unë kam parë dosjet e tyre, i kam lexuar se nuk shkruaj libri, dhe e dyta, Hysni Kapua është injësi Enver Hoxha. Madje Enver Hoxha ishte më i butë nga ata të tjerët, sepse ka pas një rast që thoshte më t'ia falim jetën këtij se nuk është. Dhe se të tjerët absolutisht asnjëri nuk ka kërkuar, nuk ka thënë mbledhje asnjëri që hamalese. Ti falim jetën të paktën, mos avras. Absolutisht asnjë, zero. Kjo ka ndodhur në 67. Pse e bëri në 67 kur ishte zhdukur ekonomia, s'kishte pasuri, s'kishte asgjë. Fshatarët s'kishin asgjë, një shqiptar, por e bëri sepse do zbatonte vitin e masave të Partisë Komuniste Kineze. Ishte thjesht një kopjac i keq, nga më të keqet që ka njohur historia. Unë për vete kam lexuar që në moshën klase 5 kam lexuar romane, libra historik, po kur nuk ka zënë syri që të kemë parë në një, as në praktikën kineze, as në praktikën sovjetike, as në praktikën jugoslave, as në praktikën e vendeve të tjera, një sjellje kaq barbare. Kishte pastaj detyrime për një sasi të caktuar të ardhurash, një sasi të barabartë të ardhurash. Ai ti që kishte vënë titullin kulak, ti do paguaj 3 herë më shumë. Donë se si mund paguash ti 3 herë më shumë kur ne kemi kaq të ardhura, unë kaq të ardhura ti, se kemi kaq tokë, kemi tokë të barabartë. Sepse reforma agrare u mbaroi në 46. S'kishte klasa. Në fshatin shqiptar, s'kishte klasa. Ishin gjithë një lloj. Atëherë zbatonte këtë. Edhe sepse kemi thënë një përvoja që thon sovjetike, thonë gjithmonë këtë. Po s'ka qenë kështu. Pranë Komiteti Qendror Partisë Komuniste Shqiptare ka qenë inspektor sovjetik. Ata kanë ngritur zërin, e keni gabim. Mos veproni kështu kanë thënë. Edhe Stalini veti ka thënë Enver Hoxhës. Kulak ka këtu ka thënë në Bashkimin Sovjetik, që kanë nga 2000 hektar, nga 10 fshatra, pronë, po jo në Shqipëri, se Shqipëria është e vogël.
Pastaj, po të shkojnë dhe po të kalojnë dhe këtu te kjo që unë e kam cekur po pak aty sepse s'kam dashur që të jap atë. Jo të më skeq këto, po sepse ka ndonjëherë më shumë bën dëm se sa duhet bërë dobia se jo sepse shkaktoj dëm. E s'kam dashur ta shkaktoj. Për shembull, në fshatat që ka që muslimane ka dërmuar për shembull. Vetë në komitetin e partisë rreth, të Lushnjës për shembull, për debati ashpër. Pse vetëm nga fshatat muslimane këtë kulak armiqtë nga ju jojta? Unë kam sjell pak raste aty se nuk kam dashur ta zbuz vetëm sa ta kujtojnë, ata që lexojnë ta kujtojnë që është dhe ky është vepruar në këtë mënyrë, është dhe ky fenomen, kam thënë. Pastaj po të llogaritësh pushkatimet. E këto është unë si kam thënë edhe aty. Po të shikosh pastaj është të shkullësh flokët kur tonë ato plakat që është bërë se edhe ato pasoja të asaj kohe kemi sot, jetën sotme. E kanë aty bazën, unë vetëm se e kam cekur pak që lexuesit të jenë të vëmendshëm se kështu ka ndodhur, të jenë të vëmendshëm që të mos ndodh prapë. Se historia ndaj shkruhet për mësim, se ka ndodhur. Mësimi që nxjerrim është që të mos ndodh sot, por që të mos ndodh sot, ne duhet ta dimë se çfarë ka ndodhur. Ne duhet ta dimë dhe nuk duhet t'i lejojmë. Pikë. Nuk duhet t'i lejojmë. Po të shikosh në Shqipërinë e sotme, mosha ime tani, ose pak më të ri se unë, po të bëni studime, po të shikoni. Shqipëria ka tragjedi të madhe, sepse ka shumë pasoja psiqike të kohës së komunizmit. Terrori që është ushtruar për vite me radhë. Ka në pasoja. Se di po t'isha i ngeshme, po t'isha miri, do të bëja kallëzim penal deri në Strasburg isha përdiquar. Këta thjesht kriminal. Ai falsifikon qëndrimin e belerëve, sepse ata ishin elita politike që ishin dhe pjesë e perandorisë osmane. Ai falsifikon qëndrimin e Paris lokale. Dhe kush u bën kulak, po të kthehemi tek libri këtu. Tani ja bër pikërisht paria lokale. Paria lokale shqiptare është bërë kulak për ta hequr qafe, për ta nxjerrë komplet, sepse elitën politike e nxorin në 44. Sa i vrau disa ikën, tjerë futin burgje e mbaroi. Se elita politike është më e vogël si numër. Paria lokale është më e madhe. Atë po e këpusim në këtë formë. E këputi. Largoi parinë lokale, shkatroi parinë lokale, goditi klerin që e quante reaksionar, dhe vendosin komunizmin, vendosin lehtësi. Dhe pastaj bëri gjëmën këto, goditi shkrimtarët që ishin nga familje. Është edhe gjithë se këta se thonë, basa su vjen mirë, nuk kam thënë në prezencë këtyre, po themi Bedri Bloshmit, me që Vison Bloshmi, Gensleka. Po të shikoni vendimin, po të lexoni vendimin e tyre, vendimin e dënimit të tyre, ai thotë, Vison Bloshmi filante, kulak. Gensleka, pikti kulak. Ishte edhe që qëndrim mbaj sot ata, varin tër ditën në qafë ato, por nuk të bën sepse letrat janë atje. Dhe ai thotë, Visazhiti, kulak thotë babajti. Bilal Xhaferi, kulak. I ka shkatëruar. Është edhe gjatë as flasin, ata nuk shkruajnë, tani sepse shkruajnë. Dojnë do bëjnë qefin, baso kapen me thënje me dhëmbë dhe nuk s'do të marrin kostë se këto me të drejtën. Këto kanë kosto të lartë. Kam bërë një letër Nikola Naço i bën Kristoforidit, i thonë si është gjendja në Shqipëri për arsimin shqip. 1890 e diku aty 94. Ai thotë ai. Kristoforidi thotë në 10 muslimanë thotë 5 do duan arsimin shqip. Dhe këta janë thotë elita, pjesa më e ngritur, pjesa më gjysmë aty. Ndërsa në 10 ortodoksët vetëm njëri thotë. Dhe këta janë thotë nga shtesa e ulët, që s'kan thotë fare peshët. Cile ishte qëllimi i tyre thotë ai vetë. Këta mendojnë se kur ta marrë Greqia Shqipërinë thotë, këta thotë do t'i përzënë muslimanët, thotë, t'ia marrin tokat e pronat e gjitha dhe të bëjnë sulmtar të Shqipërisë. A ndodhi kështu më vonë? Pra kështu ishte është letra e Nikola Naços me Konstantin Kristoforidin. Konstantin Kristoforidi ishte në Shqipëri, Nikola Naço ishte në Romani në atë periudhë ku menin këtë letër këmbim. Mrapa, kur në kohën e Prizvidit u bë reforma, goditja kundër belerëve. Pse? Shqiptarët musliman kanë tokat, kanë pronat më shumë. Tu marrin pronat që të mos kenë më pushtet. Vrasja e Satoptanit është krejt në funksion të kësaj. Nuk ka se është e specifikuar enkas vetëm për goditur, për të bërë goditjet 4 fisht. Si pashaj perandorisë. Si beler, si bej, si musliman,
Është edhe gjithë sa besonin ata, si besonin, kjo është problem tjetër, është kultura, është goditje e tillë. Është kryesore nga këto goditje. Heshtja që i bëhet për luftën e Shkodrës. Edhe sot e kësaj dite. Edhe Hasani Zapasha që përmendet më shumë për rezultat të presionit, jo presionit, po duke tyre sikur ushtron presion Turqia. Pra heshtet. Heshtin shqiptarët që kanë pasur gjyshet, se gjyshë i bie, sepse ka pasur gjyshin tipër, ka pasur një i bie gjyshër, nipret e tyre, heshtin për luftën që kanë bërë gjyshit. S'janë të interesuar fare. E lere më pastaj për historinë e Shqipërisë.